SPAK-u nga ana e vet është përgjigjur kërkesës së Komisionit duke paraqitur të dhëna mbi zbatimin e ligjit antimafia, rezultatet e arritura, vështirësitë praktike të hasura gjatë hetimit pasuror dhe një grup opozimesh konkrete për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional. Nga ballafaqimi i kontributit tonë me draft raportin rezulton se të 12 çështjet e ngritura nga prokuria e posaçme janë reflektuar në gjetjet dhe rekomandimet përkatëse. Ky është një rezultat pozitiv i procesit konsultimit dhe tregon se përvoja e institucioneve që zbatojnë ligjin është marrë në konsiderat gjatë hartimit të raportit. Nuk duhet të ndalem në pikat konkrete, po ato janë reflektuar në 3 drejtime, pra propozimet dhe gjetjet, në qartësimin e kuadrit ligjor me elementet që u përmendën gjatë prezantimit të raportit që kanë të bëjnë me fushën e zbatimit të ligjit, por edhe me rregullim më të saktë ligjor të veprimit të ligjit në kohë. Kur flasim për ligj në kohë, nuk kemi parasysh vetëm kohën para dhe pas miratimit të ligjit, por veprimi i ligjit në kohë në lidhje me kohën e krijimit të pasurisë dhe me kohën kur dyshohet se ka ndodhur veptëria kriminale. Po kështu drejtimi i dytë në forcimin e garancive procedurale, edhe ky është një element shumë i rëndësishëm, sidomos dispozitës që ju përmendën në 12 i ligjit, i cili mendojmë që ka nevojë të përmirësohet për të reflektuar aty të drejta të palëve të treta, të cilët sipas asaj dispozite mund të sekuestrohet apo mund të konfiskohet pasuria pa patur dieni dhe pa qenë pranishëm në seancë. Po kështu ne kemi adresuar dhe pengesat praktike të hetimit pasuror dhe ato përmendën nga ana juaj dhe një prej tyre është heqja e pagesës për marrjen e dokumentacionit dhe ky nuk ka të bëjë vetëm thjesht me një pagesë, ka të bëjë dhe mënyrën se si është konceptuar marrja e informacionit nga prokuroria kur është trajtohet me anë të një VKM-je, sikur është një aplikim për kryerjen e ndryshimeve në statusin e pasurisë. Dhe duhet të jenë dy situata krejt të ndryshme. Nuk do të zgjatem më tej, vlerësojmë që raporti ka integruar në mënyrë të plotë të gjerë dhe konkrete kontributin e prokurorisë. Në disa raste draft raporti ka marrë drejt për drejt çështjet e ngritura, në raste të tjera i ka zhvilluar ato më tej. Sfida tani mbetet që këto përcaktime të raportit të kthehen në dispozita ligjore të qarta dhe të zbatueshme dhe prokuria e posaçme është e gatshme që në vazhdim të këtij procesi të kontribuojë me kontributin e vet në konsultimin e drafteve të mëtejshme ligjore që ne mendojmë që duhet të ndryshohen tek ky ligj. Ju